Mozik dhe Loredana kanë qenë çifti më simpatik i showbizit. Ndarja e tyre nuk ka qenë as pak paqësore dhe shpesh ato kanë bërë deklarata që kanë lënduar thellë njëri tjetrin. Së fundmi, Mozik ka publikuar këngën e re, ku mes vargjeve ku ai ka bërë diz vetes, sulmon edhe Loredanën me zgjedhjen e saj për të martuar me një njeri me ngjyrë, për më tepër që ky person po mundohet të zëvendësojë rolin e tij si baba. Nuk kanë kaluar vetëm disa ditë dhe reagimi i Loredanës ishte i fortë dhe sfidues. Ajo gjatë një interviste u shpreh se nëse Mozik do të ishte baba i mirë, do vinte ta takonte të bien. Ju nuk dini një gjë, ai vjen në qytetin ku jetojmë ne, bën koncerte dhe nuk e takon vajzën. Loredana u shpreh se Mozik po përpiqet të luajë rolin e viktimës, por e vërteta është krejt ndryshe. Dhe pas këtyre deklaratave dhe sulmeve në distancë, Mozik ka përjetuar një tjetër goditje. Ai ka njoftuar se është sulmuar garazhi i tij në Zvicër, duke i vënë zjarrin. Disa makina janë djegur plotësisht, të tjerat janë dëmtuar rënd. Këngëtari u shpreh se ka informacion se kush janë personat që e kanë kryer këtë akt dhe ai ka njoftuar për këtë policinë e Zvicrës. Sipas Mozik, personat e paguar kanë qenë nga Franca dhe ata e kanë marrë përsipër këtë veprim, kundrejt një pagese mjaft të lartë. Mozik ka thënë: "Unë kam dyshimet e mia se kush ka dashur të shkatërrojë investimin tim, duke bërë shkrumbe hiç çdo gjë. Gjithsesi, çdo dyshim timin, unë ja kam thënë policisë për personat që mund të kenë vepruar në këtë mënyrë. Shpresoj shumë që autorët e kësaj ngjarje të rëndë të bien sa më shpejt në prangat e policisë së Zvicrës."